që në thatë se jeni gati të prisni njerëzit tanë të vinë më shpesh të mësojnë prej jush e prej asaj çfarë ju po bëni, sidomos në nivelin e sektorit arsimor, duke nisur me fëmijët, për t'ju dhënë atyre instrumentet që ta çojnë vendin në një tjetër nivel. Është afërmendsh që ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030-s të shtrohet me të njëjtin inovacion që e ka bërë Estonia një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Ju përmendet ministren e inteligjencës artificiale, jemi më së të lumtur që t'ju prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendet që Estonia dhe Shqipëria janë shumë të bashkuara. Jo vetëm nga NATO-ja, por nga një refuzim, por edhe nga një refuzim i palëkundur për të mos lënë fuqitë e huaja që të minojnë mënyrën tonë demokratike të jetesës. Ne jemi dy kombe që më së fundi jetojnë me dëshirën për të kapur të ardhmen, pasi janë mbajtur për një kohë kaq të gjatë në të shkuarën, jo për zgjedhjen e tyre, por për shkak të imponimit të regjimeve që ndanim deri në një moment të caktuar në histori. Po kështu jemi tejet të vendosur të mbrojmë atë çfarë kemi. Dhe kjo jo vetëm na bën kombe me të njëjtën mendësi, por na bën absolutisht aleat e miq të natyrshëm. Ndaj, faleminderit shumë, edhe që vazhdoni të mbështetni Shqipërinë. Presim me padurim të kalojmë në fazën tjetër shumë shpejt dhe të vazhdojmë duke nisur mbylljen e kapitujve të negociatave. Lidhjet tona ekonomike po rriten. Ju përmendët fluturimin e drejtë për drejtë dhe unë dua t'ju them që është kënaqësi të shohësh trefishimin e numrit të estonezëve që vinë gjys prej 2023-shit. Dhe